Mirë, shumë faleminderit. Rath parë duhet të nënvizoj faktin që ashtu si kundër e bëm të qartë që është në momentin e nxehtë përballjes me zjarret, angazhimi moral po edhe ligjor lidhur me banesat dhe krerët e humbur të baktive do të mbahet pik për pik. Tani më është inventari i plot dhe të gjitha ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kjo besoj është shumë e rëndësishme, ashtu si kundër është e rëndësishme që të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Kemi mbetur për një kohë gjatë për të vërtetës i vetmi vend në Europë që nuk e ka një ligj të tillë, dhe ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë tek shtëpitë nuk i kemi lënë asnjëherë askujt asgjë mangut, por është fjala edhe për sipërmarrjet, për njësitë e biznesit, të cilat duhet sigurohen edhe nga përmbytjet, pasi koha në cilën jetojmë, siç e shihni të gjithë dhe siç e shohim të gjithë në mbar botën, po në çdo pjesë të Europës, është një kohë ku ndryshimet e klimës po sjellin gjithmonë më shumë pranë pragut të shtëpisë sfidat e mëdha të fatkeqësive natyrore dhe të emergjencave civile, ku janë përmbytjet, ku janë edhe zjarret. Tani natyrisht tek zjarret klima ka ndikimin e vet të madh, por ana tjetër e medaljes janë zjarrvënësit, për cilët do të kemi një shtrëngim të ri në kodin penal, është përgatitur dhe do të kaloj për konsultim publik bashkë me masat e tjera që lidhen me të gjitha aktivitetet e palishme në dëm të territorit, në dëm të pronës publike apo private, dhe me çdo lloj ndërtimi të palishëm. Së dyti, dua të nënvizoj faktin që, siç e kam thënë dhe më parë, por siç edhe kam shpjeguar në përcaktimin e prioriteteve të Ministrisë Brendshme dhe të Ministres së Brendshme, zjarfikset do të kalojnë në një nivel tërësisht tjetër vëmendje, trajtimi dhe mbështetje. Kjo do të thotë që ndër të tjera zjarfiksit
do të përfshihen në formulën e rritjes pagave të forcave të armatosura, të cilat sot janë dëshmitare të një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të pagave, me synimin që në Shqipërinë 2030 ne të kemi një forcë të armatosur të Republikës së Shqipërisë në mesataren e pagave të NATO-s, që është një synim shumë ambicioz, por plotësisht i realizueshëm. Sot kemi forcat e armatosura më të mirë paguara të rajonit, ndërkohë që kur e kemi nisur këtë proces, kishim forcat armatosura më të keq paguara të kontinentit tonë. Dhe në këtë formulë do të fusim edhe zjarfiksit, për cilët do të bëjmë një rritje të vazhdueshme të pagës, shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme, natyrisht për gjithë është e rëndësishme dhe e domosdoshme, dhe këtu nuk dua që punonjësit e policisë pranishëm apo dhe të tjerë që na ndjekin të mendojnë se do kemi ca të nënës e ca të njerëkës, por e vërteta është që ndaj zjarfiksve kemi një borxh që nuk mund ta lëmë të thellohet, pasi ndërkohë që ata përballen me një sfidë kolosale, gjithmonë e më të madhe çdo stin vere, pagat e tyre nuk i përgjigjen lartësisë së kësaj sfide. Por nuk është vetëm çështje pagash, siç e tha ministrja, është një plan i tërë për modernizimin e mëtejshëm dhe për rritjen e kapaciteteve të gjithë trupës tonë të zjarfikseve. Dhe për këtë arsye, unë kam shumë besim që ky vit, deri në përballjen e ardhshme, do të jetë kyç për të pasur një performancë shumë më të mirë në territor, ku jo vetëm shpirti i sakrificës, jo vetëm ndjenja e fuqishme e shërbimit, që i kanë karakterizuar për hir të vërtetës të gjithë djemt, edhe ndonjë vajzë, kemi pak vajza e zjarfiksit për hir të vërtetës në këtë përballje, por edhe aftësitë teknike, mbështetja me teknologji, mbështetja me mjete, të jenë në një nivel që rritet vit pas viti. Sigurisht që është e pakrahasueshme sot me çfarë ishte kur ne kemi filluar gjitha këto përpjekje, edhe situata e mjeteve, edhe situata deri dhe situata e veshjeve. Ju kujtohet fare mirë se me çfarë niveli mbështetje në këtë aspekt kemi përballur emergjencat e viteve të para, kur mundësitë tona financiare ishin shumë të kufizuara, kur kishim shumë borxhe për të larë dhe kishim shumë gropa për të mbushur. Sot kemi dalë nga gropat. Sot nuk kemi borxhe të pravëmbetura për t'i larë të shkuarës së mallkuar që trashëguam, dhe sot ekonomia dhe rritja e të ardhurave na japin mundësi që të kthejmë më shumë në drejtim të atyre që i shërbejnë atë dheut në radhë parë, dhe në radhë parë pastaj atyre që ndër shërbyset atë dheut janë në frontet më të vështira dhe në frontet ku rrezikohet edhe jeta e njerëzve.